Partia Demokratike nisi si çdo të hënë protestën foltore të tretë poshtë zyrës së Edi Ramës në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Sipas kreut demokrat Sali Berisha, protesta foltore nuk do të ndalet dhe do të zhvillohet çdo javë deri në realizimin e qëllimit final, pavarësisht pjesëmarrjes së ulët në dy protestat e mëparshme. Demokratët synojnë që qytetarët dhe deputetët të shprehin opinionin e tyre, duke qenë se pjesëmarrja është e papërfillshme. Policia ka hequr thuajse gjysmën e masave të saj, që nga numri i efektiveve, që është përgjysmuar, e deri te heqja e gardhit metalik. Të shohim do të marrim pjesë sot protagonistët e kafes së bujshme që shkundi pluhurin e PD-s. Kryeministri Edi Rama e konsideron si parimore ankimimin e bërë në kushtetuese për masën e sigurisë pezullim nga detyra ndaj zëvendës kryeministres dhe ministres të infrastrukturës Belinda Balluku. Rama thekson se ankimi nuk ka të bëjë me individin, por me ruajtjen e balancës mes pushteteve dhe parimin e mos ndërhyrjes së gjyqësorit në ekzekutiv. Ai shpjegoi se pezullimi sipas vendimit të gjykatës dhe prokurorisë ndryshon funksionimin e autoritetit ekzekutiv dhe mund të krijojë precedent të rrezikshëm. Kryeministri nënvizon se veprimet e tij nuk synojnë presion ndaj gjykatës, por janë një betejë institucionale për të mbrojtur pavarësinë dhe kompetencat e qeverisë, sipas kushtetutës dhe praktikave europiane. Ogerta Manastirliu, kandidatja e PS-s për Bashkinë e Tiranës, po drejton publikisht diskutimet për buxhetin e qytetit, sikur të ishte kryebashkiake e zgjedhur. Në takimet me banorët e Laprakës dhe Kasharit, ajo udhëhoqi gjithë procesin, ndërsa zyrtarët e bashkisë shërbyen si sfond politik. Kryeministri Rama e legjitimoi këtë rol, edhe pse Tirana ndodhet në vakum institucional pas arrestimit të Erion Veliajt dhe pezullimit të zgjedhjeve. Ekspertët japin alarmin: kjo sjellje shkel kushtetutën dhe autonominë vendore. Agron Hixhmali e quan politizim të buxhetit të qytetarëve, ndërsa Ylli Aslani flet për uzurpim të kompetencave të pushtetit lokal dhe presion të drejt për drejt të qeverisë mbi bashkitë. Sipas tyre, buxhetin duhet ta prezantojnë organet vendore, jo kandidatët e partisë shtet. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku kritikon qeverinë për menaxhimin e programit të rindërtimit pas tërmetit të vitit 2019, duke e cilësuar atë si një minier floriri për pushtetin dhe një barr për qytetarët. Sipas saj, familjet e prekura mbeten ende pa banesa, ndërsa kosto e rindërtimit ka arritur mbi 1.3 miliardë euro, me tenderime të fryera dhe shpenzime të rritura artificialisht. Tabaku akuzon qeverinë se zgjodhi eurobondet më të shtrenjta në vend të fondeve të BE-s, duke rritur borxhin dhe interesat për qytetarët, ndërsa shkolla dhe objektet e rindërtuara me buxhetin shtetëror kanë kushtuar deri tani 3 fishën e kostos krahasuar me ato të financuara nga BE-ja. Ajo thotë se programi u kthye në një mundësi për të pasuruar pakicën në pushtet, ndërsa shumica e qytetarëve mbeten viktima të dështimit dhe premtimeve të pambajtura. Një ditë pas atentatit mafioz që tronditi Elbasanin, detajet e reja zbulohen nga grupi hetimor. Biznesmeni 43 vjeçar Edmond Hyka, i njohur si Mondi Mëhalla, u ekzekutua pranë automjetit të tij sapo doli nga zyra e një prej bizneseve që kishte në pronësi, në hyrje të një karburanti. Ai u qellua me 3 plumba, 2 në kokë, duke treguar profesionalizëm të ekzekutuesve. Policia ka nisur një hetim të thelluar dhe po verifikohen disa automjete tip Audi, të dyshuara se u përdorën nga autorët. Një makinë u gjetet djegur në Mirak, që rezulton në pronësi të kompanisë së biznesmenit, ndërsa një tjetër në Durrës është sekuestruar për ekspertizë kriminalistike. Ekspertët po kontrollojnë gjurmë biologjike, daktiloskopike dhe prova materiale që mund të çojnë në identifikimin e atentatorëve, ndërkohë që janë ngritur pika kontrolli në të gjitha daljet e qytetit, ndërsa 15 persona janë shoqëruar dhe po merren në pyetje. Hetimet përfshin gjithashtu pamjet e kamerave të sigurisë dhe intervistimin e të afërmve të viktimës, pasi konflikti i kohëve të fundit i Mëhallës po merret seriozisht si pistë e mundshme e ngjarjes. Burime zyrtare konfirmojnë se biznesmeni kishte precedent penal për narkotik dhe armbajtje pa leje, ndërsa hetimet vijojnë në disa drejtime paralelisht. Autorët mbeten ende të paidentifikuar. Siguria në vend ka hyrë në fazën më të rrezikshme të dekadës. Atentatet, shpërthimet, vrasjet me pagesë dhe paralizimi i strukturave që duhet të garantonin rendin tregojnë se krimi nuk luftohet, por po ushqehet brenda institucioneve. Hetimet e fundit zbulojnë dekonspirime operacionesh, zhdukje të emrave nga listat e kërkimit dhe punësime të personave të lidhur me bandat, duke treguar qartë se shteti ka humbur kontrollin. Ilir Proda dhe Albana Koçiu simbolizojnë kolapsin institucional. Eksponent të krimit lëvizin lirshëm. Atentatet ndodhin në Rinas, Shkodër, Elbasan e Tiranë, ndërsa policia është e paralizuar, pa autoritet dhe pa besueshmëri. Shqipëria nuk është më thjesht një vend me krim, është një vend ku krimi ka fituar terren institucional. Pastrimi i institucioneve dhe llogaria për çdo drejtues është urgjente. Pa këtë, siguria publike mbetet një iluzion dhe qytetarët janë të pambrojtur.
Vetëm 1 kilometër larg Spakut, policisë dhe AIF-it, po ngrihet një kull 36 katëshe, që në pamje të parë shitet si projekt luksoz, por dokumentet zbulojnë një histori krejt tjetër. Paratë e basteve ilegale po shndërrohen në qell gërvishtëse në mes të Tiranës. Skema lidhet drejt për drejt me Lendi Palajn, menaxherin e rrjetit 333, B3T dhe CR7 dhe me dhelprën Tom Doshi, njeriu që sipas burimeve kontrollon gjithë zinxhirin. S'pa ka çuar për gjykim dosjen e blerjes së votave të PSD-s të financuar nga ky rrjet i paligjshëm, por ndërsa prokurorët kërkojnë gjurmët e Ujkut, Ujku ndërton një kull. Palaj raporton deri në 400 milion lekë të vjetra në muaj nga bastet ilegale, para që mblidhen me çanta të zeza dhe i dorëzohen rrethit të Doshit. Kompania që mori lejen, L&L Construction, u krijua në qershor dhe drejtohej në letër nga dy gra, Elda Betaj dhe Elis Sinani, të lidhura me njerëzit kyç të Doshit. Menjëherë pas marrjes së lejes, kuota transferohen tek Gjoka Ndërtim dhe G88, kompania e Daniel Garunjës, ish kandidati i PSD-s. Pas kësaj lëvizjeje, nis menjëherë reklamimi i kullës. Burime pranë projektit thonë se përveç çmimeve zyrtare 2000 euro metri katror, ekziston edhe një skem paralele pagesash jashtë bankës, që garanton qarkullimin e shpejtë të parave të rrjetit. Në fund të gjitha dokumenteve deli një i emër, Tom Doshi, drejtuesi real që nuk shfaqet kurrë në letra. Kulla 36 katëshe është testi i drejt për drejt për Spakun. Nëse kjo skem nuk preket, paratë e basteve do të vazhdojnë të kthehen në pasuri shumë katëshe, 1 kilometra larg institucioneve që duhet t'i ndalojnë. Në Kosovë mbyllet afati për regjistrimin e subjekteve politike për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve konfirmon se janë regjistruar gjithsej 23 subjekte, përfshirë 17 parti politike, 2 iniciativa qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Nga partitë e mëdha vetëm Lëvizja Vetvendosje ka hyrë në garë me koalicionin e ri zgjedhor, ku bashkon Guxo, Alternativa dhe Partia Shqiptare Demokristiane. Partitë e tjera si PDK, LDK, AAK dhe Nisma do të garojnë të vetme. Përveç Vetvendosjes, janë regjistruar edhe 2 koalicione që përfaqësojnë komunitetin Ashkali dhe Bosnjak. Subjektet politike kanë kohë deri më 7 dhjetor për të dorëzuar listat e kandidatëve, ndërsa fushata pritet të jetë e shkurtër por e nxehtë, me Vetvendosjen si koalicionin e vetëm ndër partitë kryesore. Fermerët grek kanë bllokuar sot rrugët kryesore kombëtare, duke përdorur traktor në shenjë proteste ndaj rritjes së kostos së prodhimit, çmimeve të ulta dhe vonesave në pagesat nga qeveria. Bllokadat vijnë pas një skandali me subvencione të paligjshme, ku rreth 324 persona përfituan 19.6 milion euro në mënyrë të jashtëligjshme, sipas zyrës së prokurorit publik evropian. Ditën e parë të protestës solli incidente, ku 2 fermerë dhe 2 oficer policie u plagosën dhe u kryen 3 arrestime. Fermerët paralajmërojnë se bllokadat do të vazhdojnë dhe do të përhapen deri më 5 dhjetor në të gjithë vendin, në mungesë të përgjigjeve nga autoritetet. Deklarata e të dërguarit amerikan të NATO-s, Matthew Whitaker, që shprehu shpresën se një gjerman mund të marrë komandën e forcave aleate në Europë, ka ndezur debat mbi rolin e ardhshëm të SBA-ve në NATO. Pas krijimit të aleancës, posti ka qenë gjithmonë në duart e amerikanëve, dhe ideja për një zëvendësim gjerman shihet si ndryshim historik. Ekspertët e sigurisë interpretojnë këtë si një ripozicionim strategjik, me SBA-n që fokusin po e zhvendos drejt Azisë. Ndërkohë Gjermania po forcon ushtrinë e saj dhe Bundestagu pritet të votojë një ligj për detyrimin e 18 vjeçarëve për shërbimin ushtarak, duke rritur efektivat deri në 460.000 deri në mesin e dekadës së ardhshme. Whitaker i ka dhënë Berlinit një vot besimi, duke hapur mundësinë që Evropa të marrë përgjegjësi më të mëdha në siguri me mbështetjen amerikane. Takimi i fundit në Florida me zyrtarëve amerikanë dhe Ukrainas u konsiderua produktiv, por ende larg një marrëveshje paqësore. Sekretari i Shtetit Marco Rubio dhe krye negociatori i Ukrainas Rustem Umerov u përqendruan në sigurimin e së ardhmes së Ukrainës, ndërsa i dërguari i Trump, Steve Witkoff, do të udhëtojë këtë javë në Moskë për bisedime. Presidenti amerikan Donald Trump thotë se mundësitë për paqe janë reale, por korrupsioni në Ukrainë mbetet problem. Shtetet e Bashkuara i kërkojnë Kievit lëshime territoriale, ndërsa përpjekjet diplomatike intensifikohen në një proces që shihet si sfidues dhe i ndërlikuar, duke reflektuar tensionet mes nevojës për stabilitet dhe interesave strategjike globale. Donald Trump ka thirrur një takim urgjent në zyrën ovale ditën e sotme për të vendosur hapat e ardhshëm ndaj regjimit të Nicolas Maduros. Në takim marrin pjesë figurat më të larta të sigurisë amerikane, sekretari i luftës Pete Hegseth, shefi i shtabit të përbashkët Diane Kaine, sekretari i shtetit Marco Rubio dhe drejtues të shtëpisë së bardhë si Suzy Wiles dhe Stephen Miller. Takimi vjen vetëm pak ditë pasi Trump i tha Maduros një ultimatum të drejt për drejt gjatë një telefonate të zhvilluar më 21 nëntor. Burime për Miami Herald tregojnë se presidenti amerikan i ka
kërkuar socialistit venezuelian të dorëhiqet menjëherë, duke i ofruar largimin e sigurt për familjen vetëm nëse pranon të braktisë pushtetin. Pas një fushate 4 mujore ushtarake kundër narkoterroristëve në Karaibe, administrata Trump duket se është gati të marrë masa të reja drastike ndaj Caracasit dhe sinjalet janë të qarta. Koha e Maduros po mbaron. Përmbytjet shkatërruese në Azinë Jugore dhe Juglindore kanë lënë mbi 1100 të vdekur dhe mijëra të zhvendosur. Në Sri Lanka, cikloni Ditwa ka vrarë të paktën 366 persona dhe ka zhvendosur rreth 200.000 njerëz, ndërsa 367 mbeten të zhdukur. Në Indonezi dhe Tajland, stuhi tropikale kanë marrë mbi 1200 jetë, me mijëra të prekur dhe dëme masive në infrastrukturë dhe shtëpi. Autoritetet po vazhdojnë operacionet e shpëtimit dhe rindërtimit, ndërsa komunitetet lokale përballen me pasojat e stuhive ekstreme, përfshirë rrëshqitjet e tokës, rrugët e bllokuara dhe evakuime masive. Presidenti dhe kryeministrat e rajonit premtojnë rindërtimin dhe ndihma emergjente, ndërsa ekspertët paralajmërojnë për rreziqe të mundshme nga vala e dytë e përmbytjeve dhe moti ekstrem. Skiatorja shqiptare Lara Kolturi ka arritur për herë të tretë këtë sezon të ngjitet në podium në Kupën e Botës. Në Colorado ajo u rendit e treta në garën e slalomit, pas amerikanes Mikaela Schifrin dhe gjermanes Lena Duer. 19 vjeçaria tregoi performancë të lartë dhe stabilitet në një garë të vështirë teknikisht, duke konfirmuar se është një prej talenteve më premtuese të skive botërore. Kolturi po ashtu renditet aktualisht e dyta në klasifikimin e përgjithshëm me 278 pikë pas 5 garave, duke treguar se sezoni i saj aktual po kalon edhe më lartë se ai më parshmi. Gara ishte një provë fizike dhe psikologjike, nuk e prisja podiumin, por jam shumë e kënaqur dhe dua të vazhdoj kështu në garët e ardhshme, thot skiatorja.